Intervistën e ditës në kuadër të lajmeve do t'ja kushtojmë arsimit, gjithësisht buxhetit të planifikuar për vitin 2026 për sektorin e arsimit. Për të biseduar më mirë për këtë çështje, më në detaje të ftuar në studio kam Blendi Hodajin nga Forumi për Ndryshime në Arsim. Blendi, mirë se vini në Alsat. Mirë se vini dhe faleminderit për ftesën. Arsimi si sektor është ndër sektorët me buxhetin më të lartë nga buxheti i shtetit, megjithatë gjithmonë ka dilema apo shkon buxheti parapar në vendet e duhura. Aty ku duhet të mbushen ato boshllëqet në arsim dhe aty ku duhet të investohet më shumë. Ju keni bërë një analizë bashkë me organizatën tuaj, më thoni ato qëndrimet e përgjithshme fillimisht dhe do të flasim edhe më në detaje, si e vlerësoni buxhetin për arsimin për vitin e ardhshëm. Atëherë është shumë e rëndësishme ti bisedojmë dhe ti ndajmë paka shumë pjesët më të rëndësishme të buxhetimit që është sipas buxhetit të ri për vitin 2026, për shkak se reflekton edhe një herë qasjen edhe prioritetin që e ka qeveria ndaj sistemit të arsimit. Ajo që mund të vërehet në pikpamje të parë, dallohet që ka një farë lloj rritje në buxhet, por është më shumë një rritje nominale e buxhetit në kuptimin që ka qenë një vit i inflacionit, në të njëjtën kohë në muajin mars 2025 ka patur rritje të rrogave të stafit akademik të profesorëve në universitete për 25%. Në të njëjtën kohë kanë ekzistuar edhe detyrime të tjera të papërmbushura, në të cilën kur përkthehen këto, detyrohen që të ketë rritje të buxhetit të shtetit për arsim, por nuk ka rritje përbalësore në investime kapitale në arsim, në investime që do të përmirësonin për shembull cilësinë e arsimit, përmirësimin e kushteve dhe efikasitetit që ka për shembull bordi i akreditimit dhe i evaluimit në maqeni dhe shumë fusha të tjera. Pra, në pikpamje të parë po ka rritje në aspekt nominal, por kjo vjen për rezultat të shumë faktorëve tjerë që shteti është i detyruar të përmbush pagesat që vetëse janë parapar një periudhë më të hershme. Nga jo që konstatoj nga kjo që po thoni, është se nuk ka rritje që ndoshta do t'sjellnin rezultate dhe që mund të shohim përmirësime në sektorin e arsimit gjatë vitit të ardhshëm që vjen nga buxheti. Unë do të lusë regjin që të shohim analizën të cilën ju e keni përgatitur me numrat, nuk ka rritje për përmirësimin e standardit të nxënësve dhe ka rënje madje prej 25% për standardin e studentëve. Nga ana tjetër ka rritje në administrat në rrogat në arsimin fillor, të mesëm dhe të lartë. Apo dëshmon kjo që paralelisht rritja e pagave në arsim në të gjitha shkallët e arsimit nuk shkon me përmirësimin e standardit të nxënësve dhe studentëve? Padyshim që po, për shkak që nëse e shihni buxhetin, sidomos tek pjesa e standardit studentor, është kategoria e buxhetit për arsim që ka pësuar një ndër ndryshimet edhe të them uljet më të mëdha që do t'i ketë këtë vit buxheti për arsim. Sipas planifikimit për vitin 2026, parashihet që Maqedonia e Veriut të ndajë 7.3 milion euro më pak për standardin studentor, që është alarmante dhe shqetësuese, për shkak se bisedojmë, kur flasim për standardin studentor, bisedojmë për gjërat më bazike që shteti duhet të detyrohet t'u mundsoj studentëve në kuptimin që ata të kenë më të lehtë qasjen ndaj studimeve të tyre. Andaj me planifikimin e buxhetit shohim që gati se 7.3 milion euro nuk do t'jenë më për standardin studentor, që nuk kupton që nuk do të ketë më shumë para më për shujtat studentore, as për konviktet studentore, as një të kohë edhe për bursat që studentët i marrin qoftë si grupe sociale apo si student të suksesshëm. Dhe ajo që duhet të theksohet është që në asnjë mënyrë nuk mundet ta vlerësojmë që shteti po investon më shumë në arsim në momentin kur ajo bëhet në kurizin e studentëve, sepse arsimi pa studentët nuk ka, edhe pa nxënësit nuk ka asnjë kuptim e humb kuptimin e plot që ka. Dhe në qoftë se arsyeja që për të rritur rrogat e stafit akademik dhe forma se si të rriten rrogat e stafit akademik të bëhet nëpërmjet uljes së standardit studentor, atëherë është një mesazh shumë
i keq që shteti është duke u dhënë të rinjve edhe studentëve në vend. Këtë unë e shoh si një goditje shumë të madhe për studentët, sidomos edhe Alsat ka informuar më herët që studentët jetojnë nëpër konvikte studentore ku mungojnë edhe kushtet minimale, mungon pastërtia dhe higjiena nëpër tualete, mungojnë hapësirat ku ato do kenë privatësi edhe kohën dhe mundësinë e tyre për të studiuar, jetojnë ka 3-4 persona në një vend. Si mund të ndikojë kjo në jetën e një studenti dhe në aftësinë e tij për të pasur sukses në të ardhmen? Pra të gjithë këto që i përmendat, sidomos pjesa e akomodimit studentor, qoftë në konvikte studentore që janë në gjendje të tmerrshme dhe shumica e investimeve që do të bëhen në konvikte studentore vjen si rezultat i kredive edhe donacioneve. Pra shteti as 35% nuk ka ndarë për investime në konvikte studentore, dhe kaq pjesa tjetër është financohet nga kredite dhe donacione që i merr. Janë parakushte për një arsim cilësor. Shteti e ka për detyrë që studentëve t'u mundsoj kushtet bazike për me patur një arsim cilësor. Për shembull, është shumë interesant që një ndër vendet që studentët maturantët më shumë vazhdojnë studimet jashtë Maqedonisë, që është Slovenia. Një student nga Maqedonia e Veriut që studion në Sloveni ka më shumë të drejta atje si jo shteta sloven, se sa një student që studion në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Atje ka kushte fantastike në konvikte studentore, nga ajo që kemi kolegë dhe bashkëbisedojmë me ta. Kanë shujta studentore që janë funksionale dhe gjithmonë reflektojnë rritjen e çmimit dhe inflacioni që ekziston jo vetëm te ne, në gjithë botën, dhe shumë pjesë të tjera që është ironike kur një student që nuk është shteta si një shteti të caktuar merr më shumë të drejta nga i shtet se sa nga shteti am i tij. Prandaj nuk duhet të tolerojmë as pak që institucionet të vazhdojnë të flasin që i kanë prioritet studentët edhe nxënësit edhe të rinjt edhe arsimin, kur fokusin më të madh e kanë në ndarjen e më shumë pagave për ta se sa për gjëra që do të përmirësonin cilësinë e arsimit, për njëjtën kohë edhe standardin e studentor në Maqedoninë e Veriut. Dhe diçka tjetër që është shumë e rëndësishme të theksohet është që sipas një ulëmtimi që ne si Forum për ndryshimin e arsim vazhdimisht e bëjmë, që quhet shporta studentore e konsumatorit, një student i fakultetit ekonomik për të kryer 4 vite të studimeve në fakultetin ekonomik, qoftë në Shkup apo në Tetov, i duhen të harxojë brenda 4 viteve prej 10 deri në 12.000 euro. Këtu përfshihen Flisi për shpenzimet e ushqimit, gjithçka, do të thënë harxhimet bazike duke filluar nga akomodimi, duke vazhduar me harxhimet që i kanë studentët në fakultete, ushqimi edhe shumë gjëra tjera. Edhe materialet mësimore? Padyshim, do të thënë edhe materialet mësimore janë një përqindje e madhe e harxhimeve që studentët i kanë, sepse në shumicën e rasteve ata bëhen edhe si të detyrueshme si praks që është shumë korruptive nga vetë profesorët, duke i detyruar që në qoftë se nuk e ke materialin mësimor nga profesori i caktuar, që është vetë profesori. Që është i vetë profesori, nuk lejohet të jesh të hysh në provim. Kështu që studentët me një farë forme ndjehen të detyruar ta blejnë diçka që kushton ndoshta një material në fakultetin ekonomik në Shkup, sa e mbaj mend, kushton rreth 1.000 denar. Kështu që paramendoj që gjatë semestrit të kesh 5 lënë të cilët të 5 profesorët të kërkojnë me blejt materialin mësimor, në kupton që prej në fillim ke vetëm 100 euro harxhim për pjesën e materialeve mësimore. Kështu që vetë fakti që si student duhet të harxojmë rreth 10 deri 12.000 euro për të përfunduar studimet, tregon që kostoja të studiuarit në Maqedoni është shumë e lartë. Dhe patjetër që shteti e ka për detyrë që të gjejë forma të ndryshme për ta lehtësuar barën financiare që e kanë studentët për të kryer studimet. Apo e bën, sepse unë me sa e di ka vetëm bursa që janë vetëm për disa studentë të caktuar, numri nuk është as pak i mjaftueshëm, dhe nga ana tjetër ka një shujt studentore, dhe nuk mendoj që këto dyja mund të mbulojnë në 10 deri 12.000 euro, sa po thoni ju. A e bën shteti, a i ndihmon studentët?
shteti e bën, por e bën shumë gabim. Domethënë, këto politika, me çdo shtet në Bashkimin Evropian, me që jemi shtet që aspiron të hyjë në Bashkimin Evropian, i kanë krijuar këto politika në periudhë shumë afatgjate dhe jo periudhë afatshkurte. Pra, pjesa një ndër masat e këtilla për lehtësimin e barrës financiare të studentëve është shujtja studentore, ku në vetë funksionimin e shujtjes studentore është e garbueshme qasja që nuk parashihet dhe shteti nuk e implementon një fusnot që kemi venduar në ligjin për shujtat studentore, që është që shuma e shujtjes studentore duhet të rritet pas çdo viti në bazë të përqindjes së inflacionit të shportës konsumatore. Dhe nuk mundet që çdo vjet nga 2023 shujtja studentore të vazhdojë të jetë njëjtë, që është 140 denar. Dhe shpenzimet e përditshme rriten për shkak se marketet, prodhuesit e ushqimeve, bizneset, restorantet, fast foodet, të gjitha i kanë rritur çmimet. I kanë rritur dhe shteti në njëjtën kohë qeveria, Ministria e Arsimit dhe Shkencës nuk ka krijuar një trup bashkëpunimi me këta restorante dhe marketet që duhet të jenë pjesë përbërëse e kësaj mase që do të lehtësonte aspektin financiar të ushqimit tek studentët. Pra, kur e krijon një masë politike, e ke të patjetër që të inkuadrosh të gjithë palët që janë të përfshirë në atë masë. Në këtë rast është shteti që jep masën, jemi ne si recipient, si student që e pranojmë masën e këtij, dhe në të njëjtën kohë tek personat që ne jemi konsumator, janë restorante dhe marketet e ndryshme. Pra, në momentin që shteti nuk i ka inkuadruar këta tre struktura, nga ajo mund të kuptohet që politika deri tash është duke u implementuar në mënyrë të gabueshme dhe jo rastësisht çdo vit akademik, çdo fillim të vitit akademik, studentët ankohen pikërisht për pjesën e shujtjes studentore, sepse funksionalizimi i saj është keq i menduar. Të flasim pak për buxhetin e universiteteve dhe lustregjin që të shohim edhe fotografin tjetër. Të gjithë universitetet, përveç Nën Terezës, kanë rritje të buxhetit. Është kjo gjë e mirë sigurisht për universitetet e tjera, por jo për Nën Terezën si universitet që përballet vazhdimisht me fonde të pakta, përballet vazhdimisht me numër të ulët të profesorëve, pikërisht se nuk mund të angazhojë më shumë profesor, dhe profesorët e çrregullt që nuk marrin me muaj rroga për shkak se nuk mjafton buxheti. Si e vlerësoni këtë? Mendoj që e para punës është që Universiteti Nën Tereza është dashur të paktën të reagojë në aspektin e asaj që nga gjithë universitetet që kanë rritje të buxhetit për vitin e ardhshëm, vetëm Universiteti Nën Tereza ka parafërsisht rreth 400.000 euro ullje të buxhetit. Ju takon atyre që të luftojnë që të kenë më shumë buxhet për ta. Ajo që dua të theksoj, sepse tanë kohën gjatë vitit 2025 e kam përmendur që janë planifikuar të ndahen mjete buxhetore për ndërtimin e kampusit të Universitetit të Nën Terezës. Diçka të tillë nuk vërehet në planifikimin buxhetor për vitin 2026 dhe le të kuptohet që studentët fatkeqësisht të Universitetit Nën Tereza ndoshta nuk do të kenë një kampus siç duhet edhe për një periudhë më të gjatë kohore. Por në njëjtën kohë, nëse i shihni buxhetimin e shpenzimeve tek universitetet, do të shihni që 85 deri 90% e këtyre janë harxhimet që kanë të bëjnë me rroga dhe shtesa të profesorëve dhe të stafit tjetër akademik. Pra, një përqindje shumë e vogël e këtyre mjeteve buxhetore kalojnë në pjesën e asaj që duhet të bëhet, që është modernizimi i programeve, rritja e kompetitivitetit që duhet të kenë universitetet me universitetet tjera, jo vetëm në rajon, por edhe në Evropë, që do të ndikonte pozitivisht në përmirësimin e cilësisë së arsimit. Është me vërtetë e turshme të diskutojmë ende për faktin që kemi një universitet që nuk ka kampus funksional.
kemi fakultetin më të madh në Maqedoninë e Veriut, që është fakulteti kompjuterik pranë Universitetit Shënkirit Metodi, që ende nuk ka një ndërtesë, ndërkaq ka rreth 5.000 studentë që studiojnë atë fakultet. Dhe në këtë moment mund të theksoj që tregohet edhe një herë se çfarë janë prioritetet fatkeqësisht të shtetit në këtë drejtim. Kjo do me thënë që nuk do ketë as pak investime në digitalizim dhe në forma të tjera të zhvillimit teknologjik, në inkorporimin e inteligjencës artificiale. Studentët akoma vazhdojnë shkojnë me indeksin klasik, marrin nota, nga rendin pas profesorit, ndërkohë që në përvendet e tjera kjo forme e vlerësimit ka kohë që ka kaluar. Të flasim edhe për atë. E thatë edhe ju, kampusin e Nën Terezës, është kjo dëshmi që kampusi nuk do të ndërtohet për një kohë më të gjatë. E thatë që ndoshta do duhet të presin, mirë po, sa mund të presin për ndërtimin e një kampusi ashtu siç është premtuar. Nga ajo që mundemi të komentojmë në bazë të shifrave që edhe të pjesës së planifikimit të buxhetit për vitin 2026, mund të kuptojmë që këtë vit nuk do të ketë ndonjë investim kapital në përmirësimin e kushteve dhe realizimit të projektit për kampusin e Universitetit Nën Tereza. Unë ndoshta ka diçka që na ka ikur në analizën tonë, por shpresoj që Universiteti Nën Tereza do të shpjegojë saktësisht çka do të bëjë në vitin 2026 për fillimin e punëve për rekonstruimin dhe realizimin e projektit për kampusin studentor, sepse thash edhe një herë, universitetet duhet të kenë kushte optimale që t'ju ofrojnë studentëve për të studiuar, për shkak se në të kundër do të kemi shumë studentë që vazhdimisht po largohen edhe po studiojnë në shtetet fqinje apo në shtetet e Bashkimit Evropian, siç është Bullgaria dhe Slovenia. Blendi, e kemi të kaluar kohën, megjithatë do doja një koment për temën e ditëve të fundit, vauçeri prej 15.000 denarësh që do të ndahet për studentët nga qeveria, ka pasur deri tani edhe keqpërdorime, ka informacione të tilla, ka pasur kërkesa që kjo shumë të jetë më e lartë. Çfarë mund të blejë një student me 15.000 denarë? Asgjë. Realisht, me 15.000 denar nuk mund të blehet asnjë pajisje cilësore elektronike me aq para. Dhe kjo vërteton edhe një herë faktin që qeveria vazhdon të bëjë politika që janë ad hoc, të pa konsultuara me studentët dhe të panevojshme. I vetmja gjë që mund të shfrytëzojnë studentët blerjen e laptopit me 15.300 denarë është ta marrin dhe ta vendojnë në ramë të fotografisë, sepse nuk do t'ju shërbej për asgjë, për shkak se performancat e një laptopi normal fillojnë me një çmim nga 30.000 denarë. Është kjo arsyeja sipas jush që shumica e studentëve vendosin që t'i shesin këto vaucher ilegalisht, të themi? Po, edhe unë nuk e kuptoj as pak deklaratën e ministres së arsimit që i akuzonte se e bëjnë në vetdije të tyre, sepse normalisht që kur sillni një vendim një politikë të tillë që nuk përbën asnjë sens, është normal që studentët të bëjnë diçka të tillë. Pra, gabimin dhe përgjegjësinë duhet ta fillojnë nga vetja ata që marrin politika të gabueshme përpara se të akuzojnë studentët sepse bëjnë keqpërdorimin e vaucherëve elektronik që nuk do të shërbejnë për asgjë, po e theksojmë, po përfundojmë me këtë, përveç se ta marrin laptopin dhe ta vendojnë në ramë të fotografisë. Blendi, faleminderit shumë që ishit me ne në Alsat për këtë intervistë. Faleminderit shumë. Rikthehemi me informacione të tjera.